Vazhdojmë me edicionin e lajmeve. Objektet hoteliere në regionin e Pollogut të vazhdojnë të mbesin plot e përplot me shtetase të uhaja të cilët qëndrojnë dhe punojnë ilegalisht si kamariere, valtare apo këngëtare. Gjatë natës së mbrëmshme ka realizuar një sër aksionesh kontrolli me çrast ka kapur dhe arrestuar 5 femra dhe 1 mashkull nga Shqipëria. Një aksion i këtill u realizua edhe në fshatin Forin, ku policia arrestoi një femër nga Shqipëria. Mbrëm nga ora 23 deri në orën 2 pas mesnatë, përfaqësues policor të qendrës rajonale për çështje kufish dhe sektorit të punëve të brendshme Tetov kanë realizuar aksione kontrolli nëpër disa objekte hoteliere dhe bare nate nëpër të regionin e Pollogut. Qëllimi i këtyre aktiviteteve ka qenë kapja e shtetaseve të huaja të cilat ilegalisht qëndrojnë dhe punojnë në vendin tonë. Me këtë rast, një shtetase shqiptare e moshës 35 vjeçare mbrëmësht kapur në objektin hotelier Mona Lisa në fshatin Forin të Gostivarit. E njëjta është arrestuar dhe mbajtur në polici për procedurë të mëtutjeshme konform ligjit. Gjatë aksioneve të mbrëmshme janë realizuar kontrolle edhe në objektet hoteliere që gjenden përgjatë regionales Tetov-Jazhinc, konkretisht në fshatin Te Arc. Policia në objekt ka kapur 5 shtetas të huaj, prej të cilëve 4 femra dhe 1 mashkull, që të gjithë nga Republika e Shqipërisë, të cilët kanë qëndruar këtu në kundërshtim me qëllimin real apo në mënyrë ilegale. Bashkë me ta është kapur edhe një shtetase e Jona, për të cilën policia nuk ka dhënë më tepër detaje. Ndërkaq 4 shtetaset e Shqipërisë të moshës nga 20 deri më 38 vjeçare kanë punuar si valltare dhe bashkë me personin e 5, i cili ka qenë bashkëvendas i tyre, dhe pronarin e objektit, personin me inicialet BE 33 vjeç nga fshati Slatin, janë arrestuar dhe mbajtur në stacionin policor në Tetov dhe më pas janë dorëzuar njësisë për krim ndërkufitar, të huaj dhe readmisim për procedurë të mëtutjeshme. Nga sektori i punëve të brendshme njoftojnë se aksionet e këtilla do të vazhdojnë edhe gjatë periudhës në vijim, sepse shumë objekte hoteliere kanë të punësuara shtetase të huaja, të cilat punojnë në të zezë. Nga ky nivel rikujtojnë se gjoba për këtë lloj shkelje ligjore sillet nga 800 deri më 1500 euro dhe më pas vajzat deportohen për në shtetin Am.